Shtëpia e ëndrave të Walter dhe Alessandra Lopez u doj gjatë zjarreve shkatëruese në Los Angeles në janar. Tashmë, disa muaj më vonë, ata janë ndër të parët që filluan procesin e rindërtimit në lagjen Pacific Palisades. Nuk të vjen mirë kur sheh që jemi shtëpia e vetme në lagje, por po e bëjmë këtë si një shenjë shprese, tha Walter Lopez, një sipërmarrës brazilian 43 vjeçar, i cili jetoi në Palisades me gruan dhe 2 fëmijët e tij për 3 vjet, para se zjarri të shkatronte shtëpinë e tyre. Well, of course, it's not great to see that we're the only house in the neighborhood, right, or on the street. Patjetër që nuk na vjen mirë kur shohim që jemi e vetmja shtëpi në lagje në rrugë, por po e bëjmë këtë si shenjë shprese, po kontribuojmë. Ky është kontributi ynë duke treguar se ka një rrugë, ka një të ardhme. Showing that there's a path, there's a future. Kjo do të sjellë motivim, një shtëpi këtu, një shtëpi atje, dhe papritmas po shohim mbrullin që po vjen dhe lagja do të rikthehet, shtoi ai. I do believe that this is going to bring hope. Unë besoj se kjo do të sjellë shpresë, do të sjellë motivim. Një shtëpi këtu, një shtëpi atje dhe papritmas, po shohim mbrullin që po vjen dhe lagja do të rikthehet. Mund të duhen 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, askush nuk e di, por ndjenja e ndihmës ndaj njëri tjetrit, ndjenja e komunitetit, kjo nuk do të zhduket, pra është vetëm çështje kohe. It's just a matter of time. Ndërsa Los Angeles po rimëkëmbet nga zjarret shkatëruese, inxhinierët mjedisor, planifikuesit urban dhe ekspertët e fatkeqësive natyrore po hedhin përpara vizione për atë që mund të ndodhë më pas për lagjet që janë shndruar në hi dhe rënoja. Kryetaria e Bashkisë së Los Angelesit, Karen Bass, vizitoi rindërtimin e shtëpisë së familjes Lopez dhe premtoi se qyteti po bënte gjithçka për të ndihmuar pronarët e shtëpive të rindërtojnë ato pas zjarreve. This is one of many throughout the Palisades. I know that every day Walter and Alessandra. Kjo është nga shumë ngjarje të tjera në të gjithë lagjen Palisades. E di që çdo ditë Walter, Alessandra dhe familja e tyre apo çdo familje në këtë lagje, edhe pse gjërat po ecin shpejt, çdo ditë është shumë e gjatë. Megjithatë shpresoj që ajo që po ndodh këtu të jetë një simbol i vërtet shprese dhe inkurajimi për të gjithë. Nearly 2,000 properties. Rreth 2.000 pronave u janë pastruar plotësisht mbeturinat dhe kanë marrë miratimin përfundimtar nga qarku. Ky është një hap i detyrueshëm për lëshimin e lejeve. Ata po lëvizin me shpejtësinë e erës, duke përshpejtuar afatin kohor për të sjellë familjet në shtëpi. Duke qenë se mbeturinat po hiqen kaq shpejt, qyteti ka lëshuar 54 leje rindërtimi për 40 adresa të ndryshme në Palisades. Ky numër rritet çdo ditë, ashtu si dhe numri i aplikimeve. Number increases every single day, as does the number of applications. Ne duhet ta rindërtojmë në mënyrë të sigurt dhe duhet të sigurohemi që të ruajmë bukurinë dhe karakterin unik të kësaj lagjeje. Në një përpjekje për të rindërtuar zemrën e komunitetit, duam të sigurohemi që shkollat, bibliotekat, parqet dhe hapësirat tona tregtare dhe komunitare do ta shndërrojnë vendin në një shtëpi dhe do të rivendosin ndjenjën e komunitetit. A home and restore the sense of community.
Walter dhe Alessandra Lopez, humbja e shtëpisë së tyre ishte traumatike, por ata po përpiqen të mendojnë pozitivisht. So we lost the house just a day after we came back from Brazil for the holidays. E humbëm shtëpinë vetëm një ditë pasi u kthyem nga Brazili, kur ishim për pushime. Ishte shumë traumatike. Fëmijët dhe bashortja kaluan në depresion. Është një lumë emocionesh sepse ende i prek kjo gjë. Për mua kishte më shumë të bënte me atë që mund të bëja për t'ia ofruar këtë familjes dhe për të kthyer në lagje. Ishte shumë e vështirë. Në fakt është ende e vështirë sepse mund ta rindërtosh shtëpinë, mund të blesh rroba, por ka gjëra që nuk mund t'i marrësh mbrapsht. Kam gjëra që fëmijët më shkruanin kur ishin në kopsht, kam kujtime që mi krijuan ata dhe tani janë zhdukur të gjitha. When they were in kindergarten, I have memories that they made to me and now it's all gone. Familja Lopez shpreson që të futet në shtëpinë e rindërtuar deri në mars të vitit të ardhshëm. It's exciting to see that the construction is going, that Është emocionuese të shohësh që ndërtimi po vazhdon, që palë të ndryshme po ndihmojnë. Fatkeqësisht kemi probleme me kompaninë e sigurimeve. Jemi të shqetësuar se ndërtimi mund të ndalet për shkak të kësaj, por në përgjithësi çdo palë tjetër po jep një ndikim të mirë në këtë rindërtim. Mendoj se gjërat ndodhin për një arsye. Dua të mendoj pozitivisht dhe dua të them se ky është një mësim për të gjithë ne. Familja ime po e sheh këtë si një mënyrë për t'u përmirësuar si qenie njerëzore, por nuk është e lehtë, kështu që ende po përpiqemi të përballojmë dhe të kuptojmë të gjithë situatën. How can we get better as human beings? But it's not easy. So we're still trying to cope and to understand the entire situation.